Parashikimi motit 4 gush 2026, temperaturat arrin deri në 39 gradë Celsius. Ditën e sotme, dita pritet të karakterizohet nga një mot i qëndrueshëm dhe i nxehtë në të gjithë territorin. Gjatë ditës do të mbizotrojnë kthjellimet, ndërsa në mesditë mund të shfaqen vranësira të pakta dhe kalimtare përgjatë zonave malore. Temperaturat maksimale do të luhaten nga 38-39 gradë Celsius. Në Elbasan, Shkodër, Berat edhe Gjirokastër, termometri pritet të shënojë 39 gradë, ndërsa në Tiranë, Fier dhe Lezhë, temperatura do të ngjiten deri në 38 gradë Celsius. Era do të fryjë nga juglindja në drejtim të veri perëndimit me shpejtësi mesatare deri 7 metër në sekond, ndërsa në det parashikohet valëzimi i forcës 1 deri 2 ball.